Autoritetet e Kosovës kanë arrestuar një tjetër person të dyshuar për krime lufte në Zubin Potok në veri të vendit. Arrestimi vjen në kohën kur në fshatin Kalluder e vogël vazhdojnë ngërmimet forenzike pas zbulimit të mbetjeve njerëzore që dyshohet se lidhen me personat e zhdukur gjatë luftës së viteve 1998-1999. Policia e Kosovës bëri të ditur se me urdhër të prokurorisë është ndaluar një person me inicialet IR i dyshuar për veprën penale të krimeve të luftës kundër popullsisë civile. Sipas policisë, arrestimi është rezultati jetimeve të zhvilluara në kuadër të procedurave për zbardhjen e krimeve të luftës. Nuk janë dhënë detaje të tjera për identitetin apo rolin e të dyshuarit. Me këtë arrestim, numri i personave të ndaluar në lidhje me rastin në Zubin Potok arri në 3. Dy të arrestuarit e mëparshëm ndodhen në paraburgim, ndërsa hetimet vazhdojnë. Policia ka bërë të ditur më herët se ka siguruar prova që njëri prej tyre ishte qenë pjesë aktive e ushtrisë jugoslave. Ngërmimet në Kalluder e vogël nisën në fillimin e javës pas një hetimi që zgjati rreth 2 vjet. Autoritetet kanë konfirmuar se mbetjet e gjetura në këtë zonë janë me origjinë njerëzore, por identifikimi i tyre do të bëhet vetëm pas analizave të ADN-s. Kryeministri në detyrë Albin Kurti deklaroi një ditë më parë se procesi i gërmimeve mund të zgjasë për muaj për shkak të terrenit dhe mënyrës së shpërndarjes së mbetjeve. Ai tha gjithashtu se hapja e arkivave të Serbisë do të ndihmonte në zbardhjen e fatit të rreth 1600 personave që rezultojnë ende të zhdukur. Sipas autoriteteve, është ende herët për të përcaktuar identitetin e viktimave të mundshme. Kurti ka deklaruar se ekziston dyshimi që mbetjet mund të përkasin një grupi prej 23 shqiptarësh të zhdukur në atë zonë gjatë vitit 1999, por theksoi se çdo përfundim do të varet nga rezultatet e analizave forenzike. Instituti i krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë ka dokumentuar 12.230 viktima të luftës së viteve 98-99, ndërsa 1.577 persona vazhdojnë të figurojnë të zhdukur.